Ndërkohë që koha pa humbur kohë ftojmë Kur Trim Dobra, Exona Dedaj! Mirë se erdhët në Full Ship Show. Mirë se ju qetëm. Këna qësi, moti si na po, a? Këna qësi me rokja, shumë mirë ke thonë. Kushtrim, çfarë respektit kemi bo? Tash me thonë je ullë mes dy femnave, unë nuk jam femën bashkë këtu. Po. Se po të shkomenja dy qyrë shumë ndryshe. Mirë se keni ardhur, Exona mirë se ke ardhur. Faleminderit. Për herë të parë Full Ship Show. Kam kënduar. Po flas me intervistë? Ja, jo, me intervistë jam s'pari herë. Për herë të parë. Po. Tash i kena do pyetje për ty sot edhe për histori edhe për gjeografi edhe do kemi për matematike, për gjuhë shqipe, do kemi shumë gjona sot. Faleminderit. Faleminderit shumë. Jam përgatitur shumë mirë. Je përgatitur shumë mirë. Krye qyteti Kazakstanit. Tash sepse Kazakstani është një qytet që po përmeret shumë kohë të fundit. Jo, mos ke marrë, nuk janë të pyetjet, kënaqësi që kemi sot realisht. Dhe ajo që mua më bën përshtypje me ditë edhe në këtë bashkëpunim që keni pas, keni bërë një këngë shumë të mirë, komplimente, bravo qoftë. Faleminderit. Ideja ku ishte për këtë bashkëpunim, e kushtrimit apo e jotja? Po la kushtrimin me fol. Hajde kushtrim. Unë faktikisht dashta mi sjaruni se dashta mi la Exonën këtu mull, po tha ti fol ma mirë dhe këtu. Ma shumë, jo ma mirë, se kja fol ma mirë, po tutet pak, me qenë se është era e parë. Faleminderit shumë për respektin që mu personalisht ma bëni gjithmonë Altin, Marash, Full Ship Show. Ideja është kone jemja, për këtë kongë, do më thonë kjo kongë, nështë 10 kongëtare, i kom provu, deri sa jenë artë e Exona, kuna ju ka përshtatë mas mirëti. Qysh i ki provu dhe këngëtare s'pe kuptoj? Mi këndu kongën. Amo i ki në shku në studio, Do më thonë edhe ti i ki refuzu ato apo si? Si kom refuzu, po dhe ato e kam pa që nuk ku ka ndoshta përshtatja që shubot me Exonën. Shumë interesant. Interesant. Tash, po e di shka, a unë jeli hatri se në fushën e ju i ka gjelozi shumë? Ka gjelozi tash po. Fushën e artistëve të këngëtarëve me mujt njëri tjetrin në hani. Këta e di une, këta e kuptoj që me mujt shkërdo shkyhi në veti. Pavarësisht që puq edhe kështu natën e mirë zajmë shpirt flitet shumë në për estradë, mirë po nuk ka gjë reale. Në estradë nuk besoj që ka një shoqëri reale s'ka. Muna me thonë janë estrada janë njerëz të ma fake që ekziston në Shqiptari. Për ta në shkruaj. Keni pas shumë përvojë. Kur Donald Trump në shkruaj vallon Keni pas shumë përvojë në këtë drejtim, domethënë janë njoftuar më shumë njerëz që kanë dalë tani si njerëz fake. Çdo ditë, po. E pse ndodh kjo? Kushtrim, a duhet me ditë tash pse ka njerëz fake? Se jo gjithë janë, por realisht edhe unë me kam pasë punët me kanë jof e di që të putin të përqafojnë, duan zemër, shpirt, e më në fund ta hajnë zemrën e këtë, po më shumë vunë ta shajnë nanë ose folin diçka pa lidhje për ty edhe nuk ka korreksi edhe shof, janë disa unë me dorë dalë edhe me emra, po s'ash momenti, se kur dalë me emra dalë e thomë që e kam i listë do njerëzve, se po fuli kështu tash, nuk e lonë pa full me emra që ju tut në dikuja të shyshe. E kam i listë, veç kur ti përmeni me emra mi ditë, Filoni, blok, Filoni, blok, a disa bloka dalin. Unë në fillim, kur pa ta fillu, do me thonë me muzikë, me koncerte, i shisha vetëm televizion, apo din të u darë, tani. Ishin bashkë, për shembull, ishim se zakonisht tash koncerte, 2-3 këngëtarë janë, ishim bashkë, si shkoj këaj tjetri, janë ishin edhe musha, apo dhe netja, fjallë pa lidhje, edhe mas shpine, se kur, unë kur thom diçka, unë thom direkt në sy, atje hatri ajo. Kjo është burni. Absolut, definitiv. Sy e burni, po, si do qoftë, çdo kush e ka. Pse kjo ndodh, ndoshta se unë punoj shumë. Unë jetoj në Zvicër, po ndoshta jam këngëtari më aktiv sa i përket projekte. Unë gjithmonë mundona me pru projekte të reja, projekte të mira, e për ata ndoshta është edhe pse unë për këtë këngë
kum hulumtu shumë, edhe në fund kena ra dakord që me bo me Exonën. Po, tash që të 10 veta atë folin sot me goja ata kanë bo blok të tonë. Po, ndashta kur të më shohin më folin, a vëdin? Edhe garant folin edhe keq. Realisht me marr 10 veta, me i qunë në studio edhe me u thonë ti s'po bën, ti s'po bën, ti s'po bën. Jo, unë si kum thosh s'po bën, po edhe ato vetë kanë po që... E kanë kuptuar ato vetë. A beson që i ka ardhi nati tani masi e ke zgjedh Po Exona? ndoshta më bas suksesit që e pat konga, ndoshta i ka ardhur dhe i nati. E çka pat Exona mo në këngëtar ato tjera. Këngëtare, E çka Exona diti më shumë se ato, apo me ditë? e ka, do me thonë, e ka knu ma mirë, u përshtat ma mirë zoni, në përgjësi, krejt komplet. Bravo Exona. Faleminderit. Bravo. Ale na Knasi pak sa edhe. pjesë. Na pak sa pjesë. Kënaqësi edhe unë që jam pjesë e kësaj këngës, se njëherë kur e kam dëgju, kam thonë lem mendoj edhe pak. Mandej ka ardhur Ta ka dërguar si demo njëra. Po, mandej ka ardhur shumë më shumë të më pëlqy, edhe është një projekt shumë i qëllum për kushtrimit. Dhe jam shumë falënderuese që më ka ftu. Unë kam bërë dhe projekte tjera, kam bërë ma shumë vetë. Po, ky me kushtrimin është një prej shumë qëllumve që e ma ka propozu. Për ndryshon kushtrimin e vlerësoj shumë si kolegë. I pari person është që gjithmonë mjep shumë, mjep vullnet, motiv, edhe është i vetmi prej artistave që është shumë aktiv në Zvicër, që sa kohë unë jam tash 7 vite në Zvicër, nuk veproj shumë këto, se 7 vite i këtu në Zvicër. 7 vite, po. Okej. Nuk jam marrë shumë me muzikën, ju kam qasë ma shumë jetës private, mirë po, E tash çka ndodhi? paga shumë edhe kushtrimi është konë ja pej kolegëve që për një më ka jep vullnet, kështu nga herë mu qasë ma shumë me muzikë. Me të vërtetë se është një prej kolegëve, dosta edhe në çdo aspekt është një njeri si po s'ta ke qa vlla, kështu Okej. që nga fillimi deri tash. Që tash ne jemi gati ndoshta 4 vjet e që punojmë bashkë. Do thot nuk kam E tash fjalë. e ke Për shtaj e kom pranu me shumë kënaqësi. Ai të boti Me shumë pak këngëtar nuk punoj me shumë, se di është shija jeme, është preferenca jeme që i zgjej edhe njerëz me komponoj ose baj projekte edhe vet. Ja. Okej, a është kjo këngë më sukses? Duhet mi ju falendëru edhe folë shifshow se mas parti jena njoftu me Exonën këto. Po. Që sa vjet i Çfarë ka? kontributi bëjmë na gjigante? Po mdoget. Çfarë 6 vite? kontributi Para bëjmë? korona. Çfarë kontributi bëjmë na zbagërkushi? Absolut. Po ja, na keni punë par pucan apo shkoj kjo punë? Ilash Kjo punë puca. Këpuca papuqet puna, se Papuçe. A është kjo Exona kënga më e suksesshme e jotja apo jo? Unë menoj që suksesin që e kom një si këngëtare, tash unë kënoj ma shumë se 13 vite. Kom fillu si këngëtare solo, gjithmonë, ju më konë përcjellje gjithmonë me babin, në përdarsma. Pastaj kam vazhdu me këngë live, thjesht, mandej kam vazhdu me këngën 100 vjet, ajo konë suksesi jam që jemi taku së bashku nëse nuk harron edhe te, edhe që ma qëtë nërmen. Në Shqipëri të Max Production që unë kisha klipin atëherë. Ajo është ndër klipet ose këngët e mia të para që më ka hap udh. Po, në Shqipëri të Max Production kur e kam pas videoklipin. Okej. Okej, Po me ndrushta Po, është këngë ka ma shumë se 8 vite tash këngë. Më krye Exonën se pasha Ka kënga ma shumë se tash 8 vite i ka kënga. Okej. Për ndryshe, këto shpresoj që me pas fotin e njëjtë, mund kënga më pëlqen shumë, tash patjetër na nuk do të ndalmi me vetëm me këtë këngë, kena me punu prapë vazhdim. Pra, keni vendosur më pas si një dysha, apo jo? Do na më po si mamuti me shë... Koncepti i këngës është mbase idesë tane, domethënë ti e ke Këngën e ka bo faktikisht Miti Geci edhe Arsim Bonjako e ka shkru tekstin, po kur ma ka tregu demon, as minuti par nuk ka shku, unë i këmë thot që ke këngë është e jeme. Se të ka pëlqyer kënga, atë tema, Unë xhelozia. pëlqej tema se zakonisht si tema kena shumë pak. Ndoshta krejt 3 këngë, 4 i ki xhelozi në YouTube. Edhe thash që të këngën e du pa tjetër. Pse xhelozi pikërisht, bro? Po xhelozi ekziston gjithmonë. A je vetë xhelos si person? Për të mirën jam gjithmonë xheloz. Çfarë do thotë Jo që mi bo keq dikoj, po xhelozoj për me bo diçka
Me arrit edhe në nivel tina ose manat. Do më thonë... Gjelozi e mirë. Gjelozi e mirë, okej. Kështu gjelozi në ana dashurisë, a je gjeloz? Jo, ma e tash çdo kush është gjeloz. Je gjeloz, më thonë. Po, jem ka pak të gjë. Okej. Më thej pak më përpara që me babin ke kënduar. Po, babi nuk këndon, veç gjithmonë kanë mas me çdo një përkraje, po, gjithmonë e kam pas. Përkraje, gjithmonë. E tash 7 vite që ke ardhur, domethënë nuk është ke kohë këtej. Jo, nuk ka shumë. A e ke gjetë veten 100% apo akoma je, sepse realisht duhen të vite për me gjetë veten në Zvicër, ta dish. Ti e din po? Po. Me sa di unë. Unë menoj gjithmonë sikur çdo gërbeqar që jeton këto. Gjithmonë mendojmë që nesër mas nesër me u kthy atje dhe me jetu. Unë menoj që shto, hala... Ti vazhdon me u kthy? Po njëherë, ku i dihet kur, po menoj që njëherë... Po ti kushtrim? Kena mu kthy. Unë jam kthy. Si e kthy? Tjetër e non. Do me thonë pinionin. Po, non tjetër, po. Thojnë faktikisht kush e pinujt e Zvicrës e ka shumë problem. Kanë thonë qështu, po, javën e kalume Afrima Liu, tha... Po, e kum pa emisionin, po prapë ndoshta une personalisht, une e kam atë mendim gjithmonë për mu kthy. Amo tash rritin fëmija, bojnë mesat, nipat, është e pa mundur është. Ju të dytë jetoni dhe veproni këtu në diasporë. Cilat janë sfidat më të mëdha për një artist ose këngëtar shqiptar me jetu jashtë vendlindjes këtu në diasporë? Po tash me folë realitetin sfida ki çdo kon. Apo din ndoshta sfida më e madhe që është e jona është me hyp aeroplanit, më shku mi boni kong, edhe mu kthy apet këto. Kështu që koncertet na zakonisht edhe ata që jetojnë poshtë janë këto. A rri çmimi klipeve edhe i muzikave dhe i këtyre kompozimeve kushtrim apo jo? Se tash janë bërë shumë artistë, janë bërë shumë këngëtarë, janë bërë shumë kërkesa. Amo janë bërë shumë artistë, po ka dhe producenta shumë. Po. Janë bërë shumë artistë, ka producenta, ka produksionet klipeve, ka gjithçka. Kështu që tash krejt mvaret ku bën kong, apo din, po ka dhe producenta që unë kum shku për shembull me bë kong se kanë marrë seriozisht, apo din. Se jo? Nënvlerësojnë, do më thonë, si të shohin që je këta kam pare, neve na shohin faktikisht shumica atja, këta kam pare. Me qfridzu. Faktikisht s'kena pare, se me pas pare, okej, në regull. Po, si do qoftë, çmimet maskoroni janë rritë, thoja, çdo sanit. Okej. Që edhe ata producentat i kanë rritë çmimet, se kërkesa e rritë normal çmimin, amo ka rritë. Drejt me thona, e keni shkruaj në herë ose ti e gëzona apo ti kushtrim dikuj që është me emër më shumë se sa ju në stradë për me boj bashkëpunim me të? A i keni shkruaj dikuj, a mbani mend që i keni shkruaj dikuj në herë? Unë një herë i pata shkrua dhe ma ka pas bo bajat, më pat kërku pare, kështë që mo kur si kom shkru kërkoj. A mundish me thanë emnin? Ja, nuk pja thëm emnin, se tash është ma poshtë se une. Ma poshtë se ti. Në fillim, do më thonë, kur ke dash me hykse e punë, i ke shkrujt për bashkëpunim, apo jo? Po. E sa pare ti lypi kushtrim? E kum pas cek edhe në emision tonin 15.000 euro. 15.000 euro ti ka lypi, okej. A e tash me të kërku ty një bashkëpunim? Tash unë ja lypi 30.000. Edhe apet se bëj, se përderi sa, a di që kjo punë, normal bashkëpunimet janë me qef. Aja nuk diskutohet. Po përderi sa e shen një djallë 3 që po munohet, atëherë jam ka i ri, se tash jem plak, do të mjep, pse jo? Unë çdo kuj munohena mi jep vullnet, mi përkra. A të ka shkrujt kushty për bashkëpunim? Po, më shkrujnë. A ke pranu? Më shkrujnë, absolut gjithmonë i pranoj. Më shumë knatësi. Bravo. Më shumë knatësi. Bravo. E këzona ti e ke shkrujt dikuj? Përveç që kisha një kong të Altin Shires në YouTube edhe kom dasht mja, në fakt mu ka lajmëru, i ka dërgu dikush që e kom punu, edhe ma ka lyp një shumë të hulla shpej s'poetike, vetëm atëherë tani kom mendu që e heke. Edhe njëherë, e këzonë se jo. Mu ka bosh të akryj për me ndru. Për ndryshe jo. Edhe njëherë, ti i ke shkrujt dikuj apo si ishte? Jo.
Altini më ka drejtu mu që unë me... Altin Shira më Po, ka ka drejtu drejtu mu ty? që me... Jo, aq, se për ndryshe nuk... Me hek Me kongën. hek Kjo kongën. pas ka A boni ti ki kongë këndu t'ati. një kongë të Altin Shira? Po. Po, A edhe tu ka drejtu për me heq për YouTube-s? po, ose me paguni shumë të hollash. E për ndryshe, Ti e hoqë apo e pagove? e kom hek. E ke Me hek kongën? jo. Ishte shumë e madhe? Për mi, 1.000 franga ishte. Ne, Altin, po pse më Altin se... Po ishte një kongë live edhe nuk ishte një Realisht, kongë. po dhe. Nuk ishte një kongë me videoklip. Plus Po, është nuk- reklam edhe për kongën aty. Absolut. Unë ndina krenar nëse ma kënon dikush kongën ta. Po. Pse jo? Asë një kongtar nuk e mon dasmen ose koncertin me kongët vete. Absolutisht. Krejt i knojmë kongët Po. e kongtarëve tjerë. E Po. tash, a keni vendos me u bo grupe dhe për dasma për gjona kështu bashkë, apo vetëm Na në kën- klipe? Na këndojmë darsma, po, kemi pas shumë shpesh darsma bashkë. Ashtu? Po. Unë Okej. zakonisht, kur të kërkojnë dasmort, edhe një femën mi pas një kongtare, Po. unë gjithmonë e propozoj, nëse s'është tane Exona, propozoj edhe tjerë. Do shta jam një ndër kongtarët e vetëm që gjithmonë mundona mi bo zgjidhje dasmorve, edhe nëse unë e kom datën e nëzant, ju qoj numrat kolegëve tjerë. Kështu Po, që ka ndodhë shumë shpesh. Gjithashtu. Ata din për nderë? Ka që e din, ka që se din, pa ata që se din tana aty në spjav, jepi mo numrin e ty, edhe u kri. E këta tjerë të animojnë edhe këta, atë mbështesin? Po, te une nuk, faktikisht për momentin s'ka nevoj më një mu kërkosh, se une jam shumë aktiv, punoj vetë, kështu që krejt datat që ka janë sezonës, janë në zonë 1 ose 2 vjetë para, kështu se kam pa tjetër. E me dashme jam një gjuhë këtë zonin e ju i kështu naturalisht ashtë qa buhet. Do të me pagu, Sa? tash në maret. Hajde se bëjmë kështu. Qa do 5.000 euro që keni me i pagu ju për mu, thot, Okej. s'po ja u marrë heq. Edhe po e bëjmë kështu me naknu i kongë. Ama po të vjen 5.000 një sut, është. A 10.000 e keni, va? Jo, po kam 5 për personën, 10.000 vjen. Hajde diçka i herë, kom dëshirë me, ose këtë projektin e fundit, apo diçka që keni dëshirë ju bashkë të shoh pak kombinimin tuaj. Po të në me kënu kongën tonë. E bojna kongën e re, mos jenë Po, kongën e re, hajde ta dëgjojmë pak kështu a kapela, kështu pa E kom përzime. prej dashnis, jo prej gjelozis, kom tregu kush jam, kur ja patem nis. Se ke prej mërsis, po me ndjat kalan, as mu vesh që shdu, kur nuk më kelan. Bravo. Opa, bukur. Dhe se, ja ndroj tekstin pak prej dashnis mërzish, po s'ka vetë. Mirë është. Këndimi kemë rëndësi Emocionet. emocione. E po s'ka po. Ej, Du me cekë se në fillim i thash Altinit që nuk mos merr shumë në pyetje, po tash që jam liru edhe nuk e kam problem unë. Në fillimi është pak e vështirë, se pastaj s'është. Unë e te kalova dhe limitin që Mos ke marrë. Tani, për të. e kam problem. Në intervista nuk e kam cekë, kam pas edhe me labin intervista dhe me intervista të shkurta, po nuk e di si tjetë dhezë në kamera, dhe më thonë mu pin fjallët edhe Problema. për ata. Apo në story kështu me telefon. Mirë, për me këndu nuk e kam as pak problem, vetëm kur flas, se nuk është, kamera nuk është shumë e jemja. Okej, po e vërtet është. A më këtu nolë janë krejt kamera. Momentalisht nuk kemi të xhiru, ne jena të bëu test. Mirë shumë, s'ka Në problem. pjesën e dytë Tjetër kemi e- të xhiru. A bakshish a keni marrë shumë dasma kur shkoni kushtrim? A ka sa është më shumë më madhe që keni marrë? Edhe aty japin më shumë ty apo Exonës? Ku jeni dasma bashkë? Ty? Pse? Po zakonisht femrat i marrin bakshishin. Po, ha? Nëse se ka grun, ai Se. Edhe unë për veti s'kum pa femën të qikë. Ai veç i shoki jemi, ju ka hallu dura ketën kur dal me tani herë. Qa ti bëjsh? Ç'kjo, veç shtrurit e po. Ai tha mu nale durën aman. E ku po ju kërkojnë më tepër Exona? Ma tepër kam pas Maqedoni gjithmonë, zdi pse, më kanë mirë prit aq mirë, ma heret e ceka me një prej stafit juj, mrapa sa po erdha, E përshëndesim betimin shumë. betimin e përshëndesim, që është prej Maqedonisë, tetova, zakonisht, janë dër mami këprica që i Oh, kom... nale durën vetëm. Tallavak, në ne kështu Exon?
tallavave shumë më kërku, se nuk e kam dëshira jam nuk është. Nuk është se ndëgjoj këtë tjera muzika edhe me këndu veç nëse gjithçyshe kërkon dasmori për ndryshe jo. Nuk jam e tallavas. A ke vërejt këta tallavas që shenë bo tash si reperat? Për para u shajshin reperat, tash kanë fillu Hey, këta. baba, po më dolin në reels në TikTok, baba, gjyshi, kastra gjyshi, Tezja, djali tezës, po, djali po. allës. E kush është tamam për ty bashkingu i Unë tallavas? nuk këngoj heq. Ti s'këndo tallavat ja? A s'këndo tallavat? S'këngoj. Jo, me ngu jo asun, po ama... Edhe nuk di faktikisht me knu tallava, apo din kështu që unë e kënoj muzikë tonë në Shqipe, kena kongës me miliona. Po, e vërtet. Kështu që A s'kënon tallava kushtim? jo. Nuk kënon tallava, e? Jo, dhe betimit kur s'kam i knu. A i vesh me tallavat që të porë, ndryshë s'qeta e kinam. Nëse si I atërfes... gjatë e këzone. Nëse si Ja, atërfes... unë nuk po guxoj me thonë që s'knoj. Ha? Se e kom pa një intervistë të Uta Selimit, Po? që në fillim ka pason nuk këndoj edhe mandej ka dalë në tallava, kështu që Jo, ças unë të mendoj. Nuk ka po, unë s'di me knu tallava. Se ki princip. do më Krejt, thënë. ndoshta mas Ekzona. 60 vjetëve, apo din. Po, ja, i sekund. Nuk din apo nuk don? Me thonë drejt nuk du, se me di, Ja, okej. edhe sa që hynë studio, së mrame që ishim të mite, kemi bo 2 projekte, edhe projektin tjetër që e kam bo, më tha, pse thuti që s'din? E përshëndes mitin, se gjithmonë ajo kona i vetmi që kështu rreth muzikës në qendra tjera, veç më ka shty provo. Po, me thonë drejtën nuk kam eksploru shumë me vetën. Okej, atëherë... Kemi ku. Atëherë ke hyrë në gojë të ujkut, këtu s'shojmë pa e na shu E diçka. qëtu jo, valla, Ma veç. përmend pak jetonin, betimin, E shef që... Altinin, Kevinin, Edin, fute një 4-5 emra ashtu i herë, ma bani një kështu bashkë me kushtin. Se e mirë... Edhe Besiona. Jo, me... Ja, Doriana. A Doriana? Okej. Ekzona, Veç, interesant është me bo diçka që s'don edhe s'mun. Sepse ata që muj me dojmë i bojnë akollaj. e që tash më ke qitë në ciklet, Jo, që tash s'o më ciklet. zëm qitë në ciklet në E fillim. gjitha është që edhe unë po e nisi me ju. E du me nisi shoku jam kushtrimi, me vazhdu me ty, me vazhdu, unë e përmbylli, hajde. Veç nëse janë isti se... Po hajde, unë janë nisi, po. Ama mos më lenin rrugë mrapa, na? Ja u ferrallën. Unë thash s'di. Ja, edhe unë s'di. Unë Unë s'kam ndorë gjithë, Ka me shone s'di. Une, a di qysh ke përgjigja jeme? Në rast që dasmort mu më kërkojnë. Po që na pe kërkojmë, na ta thua Gjithësisht. shikojmë tom tabura Apo- të tu që me vujë kom, çe. Ama gjithësysh. Po gjithësysh na Atë. kanë parë në xhep ta, kush e di ç'a bëhet? Kush e di ç'a bëhet? Po une pjesën teme e knova, kështu që s'ja kisha nisë. Një herë tjetër. Një herë tjetër Shumë me është knasë. interesant me kënu i sot. Një herë tjetër me knasësi. Një herë tjetër me knasësi. Zdena si ja? Me të kërku Hajde ne ndasën. atona. Hajde Po që tash, ne Tallava e atona. ndoni shok more vllazni që ato krejt e thojnë, apo din? Tash tallava është mea knu gumat e kerrit e orën e... Një herë Që tjetër. ato unë se kum bo kur edhe s'kam i bo kur. Absolut jo. Se tallava nuk është... Muzika. Shumica e dasmorëve që vinë thojnë, jo, knoje tallava. Cëllën kongë pitan, hajtë këshirë një shoqe. Nuk është tallava, këshirë një shoqe. Jo, s'është tallavaja. Jo, po, edhe nuk e kuptojnë, shumica nuk e kuptojnë çka është tallavaja. Tallavaja është, do me thonë, me të knu ty ton fjalë. natën për lidhca, të kpucave, për çka do që ki ti veç me ti marrë që ato pare, kështu që... Që sa të i pëlqy betimit kjo lloj bisedësh, tash e ka ul kryt, tu kështu telefonin sa të fonin. Ma mirë jesin pare në xhep. S'po e pëlqen betimit, kjo mos ja shoj tallavan betimit, më mirë shoje betimin vet, ama tallavan mos ja shoj gjigant. Jo, absolut. Se merr ka një herë gjigant, merr ka një herë shkoj në natë rrallë me tani herën në herën vet, nështë ta merr me veti dal diku në tallava me ta. Ja nisaj, përshëndesim betim të toven kë frëhet gjigant. Qështu të najt arë të frëhet tani veshin zjatë pare të shqipit. O betim në ale dorën se... Unë kisha mi cek se unë jem ka edhe në Macedoni jem shumë prezent edhe gjithmonë se zakonisht në Macedoni thojnë pa tallava mos shko. Unë gjithmonë kum shku me repertuar temin edhe më të vërtet kena kalu shumë mirë. Gjithmonë edhe thëshin
Jënë ka dasmen që se kena paramenu që mundet me ndodhë që shto. Do me thonë, pa talava dhe pa talava. Shqiptar janë në Macedoni, shqiptar në Kosovë, shqiptar në Shqipëri. Kështu që krejt muzikën Shqipe e ngojnë. Absolutisht. Qa desha me të thonë, diçka? Çka dush, thoj? Reportorin, ti më shumë apo Exona më shumë? Si reportor? Kush? Si po mendoj? Pra, Kush e din më shumë kong? Reporter, kush din më shumë? Tash se di. Ajo më varet gjithkush çfarë muzike A ndodh në herë mu përla kush me marë pare më shumë bashkë me pjesën tjetër e stafit, apo i keni nda? Jo, Se kjo është edhe problem mes këngëtarëve. Sa i përket po menon Nëse ti merr bakshish shumë Exona s'merr hiç ose ja, s'ka shansë ashtu, hiç absolutisht. s'ka shansa këtë. Krejt Ama ndodhin, bakshishi. do vjen ndodhin këto. Bakshishi është, unë e di që këngëtarët zakonisht edhe tjerë bakshishin e ndojnë 50 për vete, 50 për grup. Ama unë e kam krejt njëjtë, do me thonë, sa marrën e merr edhe secili antar i grupit. Ashtu krejt njëjtë lloj? Po absolut. Pra nëse janë Une. Po, nëse Për vështirë, tjetër me e di. stafin. Jo tonë. gjithë, jo, se kanë gjithë kështu. Se kanë gjithmonë, Unë për vete nuk e di tash çysh e kanë Pra, tjerë. ti e këngëtar i ftuar. A Po. bakshishin apo edhe çmimin tani e ndan për gjysmë me stafin, se kuptova. Jo, bakshishin do me Bakshishin. thonë. Se çmimin, secili antar i grupit e ka çmimin fiks. Pa marr parasysh, a shkoj unë malir, a ma shtrejt, çmimi mbetet zakonisht se ma shtrejt shkojnë akord për malir, se me shqiptarët nuk Sa ka shku çmimi jot, bro? kejtë më varet ku, a vëdin. Të sa kile ka i personi që ka ftu. Ishte ndalë edhe në fallë. Jo, këtë më varet në cëllin vena, vëdin, po menoj në cëllin shtet jena. Se tash në smojnë në Amerikë me shku me çmim të këtuit. A vëdin, se do të biletat, do të krejt. Kishte më shtet. Ama kështu standardi sa është për Mirë, nuk o keq. Nuk është mirë. Amo një klip e një kong Stambulan. Një koncert, jo. Jo, absolut jo. Se atë shtrajt klipi edhe konga, apo? Po shkojnë, do me thonë, tash krejt në varet ku e bën, po me veshje, me bileta, me ashtu e kap, bajgeni shumë. Çfarë vlerëson mos së shumti tek kolegu jot Exona? Tek ushtrimi, thjeshtësia e tina si person, me mu gjithmonë prej fillimit shumë fair u kon, edhe kjo është krejqa bashkëpunimi me dy kolegëve që me konë si, ndoshta s'po si ta kisha një vlla, qash mundemi me diskutu shlirë, më pëlqen diçka, s'më pëlqen diçka prap kupton. Ka kolegë cilët ju thu diçka prap i dhnohen, ku dion, mandej është dëshira jam e qefi jam që apo du me punu. Apo ajo. Çfarë vlerëson ti tek Exona? Kushtrim? Do shta te Exona, unë e thash që jena përshtatë mas shumë të sa i përket muzikalisht u konë që i kumë thash, merre që demo provoje, ka krye, ka, do me thonë edhe su dasht mi thonë 2 herë. Do me thonë, është shumë e letë me punu. Bukur. A keni artist tjerë, koleg tjerë, kushtrim që keni kënduar ndasëm apo në i aheng dikun apo në i skenë, ku di unë, dhe sot për shkak të një mos marrëveshje apo konflikti që mund të keni patur nuk flisni bashkë sot? Unë e flas faktikisht me të gjithë. Nuk ka ndoshta këngëtar që nuk flas. Amo unë Ka ndodhur me ndonjë me pas një farzanke që me pas jo, patër mbeti? deri tash jo, se unë jam shumë njeri i qetë, edhe secili ka punën e vet. Ai tash na jena ka ndasma me shumë këngëtar tjerë që ma bëjshin mu më thëshin pse jena mbledh ka shumë këngëtar, unë s'kom vendosur në mërë, tas mori ka vendosur. Pse na kanë pru konkurrencë ose ashtu, nuk jena në koncert. Ndasma është e shajt për atë Zotrin që ka, po. që na ka ftu, kështu që po ç'a ti bëjsh tash. Ma herët thash xhelozia është shumë e madhe te kjo pjesë, kështu që ama besoj që i bjen pishman secili. Okej. Exona të ka ndodhur ty mos me fol me një kolega, keni një kolegë që s'let? Me të thonë drejtën, unë jam vetë një tip shumë e lehtë, dhe nuk kom ndaj konflikt me askan, as edhe që pretendoj me pas, e kom veç punën teme, e bëj punën teme, kjo është më e mira që kemi të bëjmë vetëm me dasmor, me njerëz familjar që nuk hiqa më. A keni ndonjë njeri thjesht apo koleg që e keni bërë blok në Instagram? Po qysh s'ka, sa dush. Ka sa dush? Kushtrim? Unë
Jo me vedije, faktikisht që e kom bo blog. Ja, pa vedije nuk bëhet blog, ose të ne shtypë. Tash Tash ta spjegoj pse jo me vedije, se të kisha ditë një me ja kisha bo blog edhe isha dal, ja kisha thotë fjalë, kështu personalisht. Ka koleg, se do më thonë kjo mënyra, nuk është tashmo e re, Instagrami nëse e qelti një profil të rajshëm, se po du me fol veç shqip, mos i po më këtë fjalë, se po du me fol anglisht. Edhe pse s'di anglisht mirë. Ja kum bo, do me thonë, profilit të rajshëm blog, kur më ka dalë që ja kum bo edhe një këngëtarit blog. Do me thonë që më ka komentu mu në këngë. Ka njerëz që shkruajnë komente të këqija Pra, me ti mendon profile që të ka rreshta. koleg që janë me Instagrama? Jo, po tash nëse ti ja bën një profilit të rajshëm blog në Instagram, Po? ti ja bën edhe gjithë atyne personave që i ka ai, do me thonë, me një telefon, nëse i qelti 3-4 profila, ti ja bën që atyne krejt profila blog. Sistemi i ri është. Se kum ditë, po. Po, edhe unë ja kum bo fake profil, që u ka profili rajshëm, foton edhe shumë tjerë. edhe u ka, do me Një thonë, edhe profili ati këngëtarit që aje ka qelë për mu më komentu mu. E pse ka qire këngëtari me të Se komentuar? qa po di jo në E ti e ke njoft personalisht? Po, në këngëtarë edhe i kom një mu Çfarë ka komentuar ty, bro? Gjithi qka shto kong për kong, do me thonë kong palidhe, ja zdin e jetë din, se zakonisht ta këngëtarët, ja zdin me knu, ja zdin me... Për deri sa... Komente ka Për deri mjaftueshëm. sa ty donë publikëm, nuk më interesan atë din me knu, as din me knu. A i ki fol një herë për këtë rast, ati këngëtarit? Po, nuk e kum taku mo, prej se e kum po blog së më ka raz me taku kur, i kum pas shkru në Instagram, po tana aj ma futi mu blog në Instagram, kështë që... Shishe? Në WhatsApp, po më nejnë, falë. Edhe në WhatsApp a kanë fillu blogat? Po, se unë i shkuva në WhatsApp, tana i thash, Po. pse pi ban këtë, edhe gjithmoni i kum ndimu, jo munu me ndimu, tana i ardh kesin do shta që e kum kuptune se kush është, Po. ma bani blog edhe në WhatsApp. Ma mirë blog ka thonë se sa me diskutu. Ka shumë kësi raste në showbiz, në përgjithësi? Keni përjetu shumë? Unë për veti po. Po tash, qa ti bësh? Sa vite i bone në Zvicër kushtim? 14. 14. Po. Si duket? Mirë, mirë tash. Tash e ke gjetë vetën. Vetën s'kena mi gjetë kur. Një ditë e kum gjetë vetën të flajt. Kur t'u gjumi ku ke? Në shtrat. Shtrat, bukur shumë. Ma mirë në Kosovë apo në Zvicër? Unë e thom gjithmonë që shflaj në Kosovë në shta veç një orë, në Zvicër një vjetë nuk muj me pasat rati. Ashtu, e? E çka e të lypë në Zvicër? Se di as vetë. Shko vëlla për Kosovë, mas e ka shakash në gazet. A ki menu një herë mu këthy për një me? Tash e kuptova se kush është ai këngëtari që ke bo blog. Merë informacioni. Tash më shkujtë në Instagram, më treguan se kush është këngëtari që i ke bo blog. A jemi live? E kuptova, për të zotit. E kuptova, bukur shumë. Më falë pyetja se dolëm pak. Dhe unë e harova pyetje. Mu këthy diska. A po, a kishe menu për një me mu këthy? Jo për që tash, po në tardhmen. Çdo ditë thom kam u kthy nesër, ta na apet thom nesër. Po ketë mendojna. Kush është këngëtarja apo këngëtari që e jep dorën në stradë? I thu bravo qoftë se këndon mirë. Ka shumë, po unë jem rrit me këngë e Ramadan Krasniqit, dyqysh, jo me pejes, edhe jam ka pjesa jo. Pesin i të dy më duket. Jena dy të A pejo. e në njoftë më përpara atje apo jo? Jo, atje poshtë, Në pesin e njoftë kur, ja? Jo, qështet se ke ma heret na jemi të taku këto. Kur e ki pas gjërimin e, kur jemi kon për vitin e fitin e ri. Po, se mu ka bon shta kryme e ndru, më nash. Harrej, jo. Se di, unë... Dani është këngëtari që e jep dorën. Danin e du ashtu personalisht. Në femrat? Ka këngëtarë shumë tjerë që s'po i ceke tash, po për mu është Dani një kohën që unë e këmë ndëgju gjithmonë. Në femrat kush është që e jep dorën? Po, ka shumë... Qa më i me thonë, nuk muna as mu përcaktu të një emër, se ka shumë. Për çfarë lloj rryme, stias... Që ty të pëlqen, tash që ti e një gjënë... Personalisht. Po. Lem pak më menua, ban? Okej, ndërkohë që mendohesh ti na thot kushtrimi, kush është
femra që këndon më mirë në estradën shqiptare. Jo këto që janë me kështu me playback, flas live. Life. Do shta kisha me tha është Dua Lipa. Nëse njehet edhe kjo po. Se ke keq, po ajo Se Jo, dia ajo njehet kënon kjo. live. ajo live. E nja që kënon Shqip, Ajo është edhe në stratë shqiptare, do më thonë kështë shqiptarë të ngojnë. Janë si mysafir, po. po ajo është tjetër bote. Tjetër muhabet është aty. Mos na përzi atje. Unë e kisha më thonë se janë, thoja se gjithë. Me Shumë të vërtet ka ka shumë zona të bukur, ka edhe nuk mundesh shumë me të mirë përcaktu. që këndojnë edhe krejt, pilojmë krejt. Po kushtrim, ma thuj një emën që të pëlqen, një femër që kënon Një mirë femër. në strat që i thu, oj ti filoni, halal të kofë se kënon mirë. Kushtrim. Shkurtë Fejza, Po valla, kënon mirë, halal i kofë. absolut. Halal. Shkurtë, respekt për ty. Bravo. Në meshkujt? Labino Tahiri. Edhe Yll Dema. Bravo. Nukur. I përshëndesim. Labi edhe ylli, përshëndetje edhe për juve. Tash Ekzona? A u mendove? Gjithashtu edhe për dy kolegë që e tha kushtrimi janë zona super të Në mrekullueshme. femrat? E për femra, të thëm, Teuta Selimi është preferencë e jamja, koqa. E pata dhe një emër, po që thash vetëm iki, se të menujem shumë emna. Ka me të vërtet zona shumë të bukur, nuk di as ku të mu përcaktu, se ndigjej shumë muzikë, lloj zhandre ndryshme, rryma ndryshme. A dini këngë të utës, si e ka këtë këngën bajtuse që e kënë mirë? Pira ki, e mendoj për... Ta këndoj? Pa shnonën këndon apa kja. Jo, dhe edhe plus kësaj pira ki është i tjetër që... Miqtim, ja. Miste? Jo, për që është kjo... Ma thuj këtë tjetër për të utë. Qelminan, Jo. O, që kjo? A, është këmë të Ai rëndë kënon keq ku e e mika, ja, pritja po, po, shta ma kënon. Hare e këzonë. Po, Teuta Selimi ka dhe këngë tjera be? A, këno manja që edin, po, shta që ma kënë këtë kushtrimin për qënë shumë atë në drejtën. Edhe me qëtë mi, muna me knua, ata këndoj? Edhe mishte mi është e mirë, po që kjo kushtrim, ma mendoj që të këngë të me kënu bashkë tash. Hare zane. Okej. Emocione. Ska jo, s'ka emocion, mos e kemë rak. Si jena, e kene ndalë kamerat, jena kështu pa kamera. Qelbinon gjamat në dritare, kusht me thina nuk jam këtu, le të majnë tu pana dhe dajret, zdo me i një mot tjertu i kënu, kusht tanë le të feston, unë për vetis muj, shumë e do mojnë po vuj, s'jam për festa, s'jam për gzime, s'jam unë për shoqni, jeta ime isha jo dashni. Bravo! shumë bukur. Oj, të utë, hare me shtrike kënona e visu ma e mjerë, mos arre atje, ma e ka jerë të na, me këtu i kongë vetë. është e mrekullueshme Teuta, smujta me. Kuptimin e mirë, ha? Normal. Shtrikat të kur jeti, Prej, bof mira jonë. falë që smujta dhe me interpretua, që mjaftueshëm. Jo, mirë shumë, ja, shumë e mirë, shumë e mirë. Në tonalitet pak nolme. Kushtrim në kongë të Labinotit ti. Me qenë si e pas ke idol, Labinotit në të lëqenë si këngëtar. Edhe realisht është djali mirë, më pëlqen, Labino Tahiri është djali Labino familjar. djali Tahiri mirë. është përgjithësi kështu, jo vetëm këngëtar, po edhe njeri shumë i mirë. Po, absolutisht, ka djali mirë. Me pak fjallë është djali mirë. Shumë kështu që labi ka krejt këngë hite, thoja. Sidomos këngët e vjetra. Absolutisht, po. Ti me bën të vuaj, ti me bën që të pisonte, gotën do ta thej, për hir të bukuristonde, kujti pas këngja, kush ta fali bukurin, thuaj vesh një fjal, nga zemra hiq ma mersi, ti me bën të vuaj. Bravo. Edhe mi vitu, ma, ka? Respekt. U kall. Tash, Shumë interesant. cilat janë synimet e juaj për vitet e ardhshme në muzikë?
Faktikisht unë tash e kum fillu shkollën për më bën pilot. Në muzikë, këmë ta. Më falë. Kushtrimi me përgjigjit. Po, është edhe një farë lloj pilotizmi kjo e muzikës. Këtë vit kemi shumë projekte. Jam projekte me të vërtet të përzellta, kështu që mendoj që kam i pru diçka të mirë publikut që e don muzikën tanë. A ka met në jander pa realizu, që mund është me thonë, këta du me arrit gjatë karierës tem. Veç pilot me u bo. Kum pas shumë ëndra, po ndoshta bashkë atëherë kur kum mendu nuk janë realizu. E që atëherë kur i kum la që hajt ma janë realizu, kështu që ma kum tha çka vjen edhe u kry. Mas mirë të jesh ashtu Altin, besom. Jo, po të besoj, nuk kundërshtoj, se ja s'kundërshtoj ty. Ti e din që ne bim dakord në shumë gjona. Gjithmonë, respekt. Bukur, unë e pata kënaqësi me juftu sot edhe me përru këngën tuaj dhe klipin tuaj, i pari më duket. Po, do më thonë, duet është sa i përket këngëve, kështu, po, se potporia ato zakonisht spin një. Po, kemi punu. Është kënga e parë, duet. Edhe s'kemi munal. Bravo, I pari duhet edhe për mu me një këngëtare femër. Mamuti dhe Shëretja e kohës moderne vazhdojnë karrierën e tyre duke uruar shumë suksese. Ju e keni drejtën me dhone i kaj mesazh për mbylljes tash për shikuesit tanë. E përshëndes shumë Mamutin e Shëretën që me vërtet unë e thash punë respekti se dët janë super këngëtar, ku pas koncerte me ta janë shumë njerëz mirë. Kështu që për fund kisha dashur mi përshëndet gjithë shikuesit e Fol Shqip Show edhe gjithë shqiptarët kudo që janë, gjithë atë mirat për ju. Gjithashtu, ju përshëndes gjithëve, teleshikuesit e Fol Shqip Show e janë më të mirët edhe faleminderit gjithmonë që na ftoni për intervista për çdo program. Shumë faleminderit edhe juve, faleminderit ta paska ikni galet madhe ky kushtrimi. Ti veç po thëshë si kushtrimi edhe unë puna, mirë pas ke punë. Për sta më tjetër kam të thonë se Exona. Edhe unë po e përshëndes Mamutin se kena kushërit betimit, është periudhë më duket, ha. Ma gabo kushtrimi. Mamut Feradin po e përshëndesim, edhe Shëretën po ashtu e përshëndesim, edhe gjithë shikuesit tanë. Qëndroni këtu ta mbyllim këtë emision së bashku. Marash, keni një përshëndetje ti? Juroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Shihemi suksese të tjera, kur të bëni një bum tjetër. Do të Më vim. shumë kënaqësi, 24/7, telefonin hapur, edhe unë e di që e kam derën hapur. Faleminderit gjithmonë. Natën e mbyllim se na hin hajnat po ditën. Po nej se na natën jem gjëm tash. Deri javën tjetër nga unë, kushtrim dobra Exona Deta e Marash Pula e stafi me mrekullueshëm. Natën e mirë. Mpuç e keni.